Para se të fillojmë, dua të di mendimin tuaj. Nëse do të ndodhte kjo me ju, çfarë do të bënit? Shkruani në komente, sepse përgjigjja juaj mund të jetë shumë ndryshe nga ajo që bëra unë. Kishte një qetësi të çuditshme atë mëngjes. Lloji qetësie që nuk t'jep paqe, por të bën të ndihesh si parastuhis, kur era pushon, zogj të heshtin dhe diçka në ajër të thotë se gjërat nuk janë ashtu siç duken. Unë isha zgjuar herët, shumë më herët se zakonisht, dhe isha ulur në kuzhinë me një filxhan kafe të ftohtë në dorë, duke shikuar nga dritarja, pa parë asgjë të vërtet. Mendja ime ishte gjet ju, ishte tek Leona. Leona, emri i saj kishte një melodi të veçantë kur e thoja me zë të lartë, dhe për vite me radhë ky emër kishte qenë i barabartë me fjalën shtëpi për mua. Ajo ishte nusja ime. Gruaja që kisha dashur me çdo grinc të qenies sime, gruaja për të cilën kisha punuar ditë e natë, kisha sakrifikuar gjumë dhe kënaqësi, kisha dërtuar një jetë që mendoja se ishte e fortë si guri. Por guri, siç e mësova, mund të çahet nga brenda, dhe kur çahet, nuk lë asgjë tjetër veç pluhuri. Ajo natë, 2 ditë para asaj mëngjesi, Leona nuk kishte ardhur në shtëpi. Kjo nuk ishte hera e parë që ndodhte diçka e tillë. Kishte pasur raste kur qëndronte te ëma, te miqt, kishte justifikime të ndryshme, por diçka atëherë nuk shkonte. Kishte një ndjesi në stomak që nuk mund ta shpjegoja, si një zë i ulët që thoshte, këtë herë është ndryshe. Thirra telefonin e saj duzina herë, shkruajta mesazhe, asnjë përgjigje. Pastaj, rreth mesnatës, erdhi mesazhi i shkurtër. Jam mirë, mos u shqetëso. Do shpjegoj gjithçka nesër. Do shpjegoj gjithçka nesër. Ç'lloj fjalie është kjo? Ç'lloj fjalie i dërgon një grua burrit të saj në mes të natës, pas orësh heshtjeje? Unë isha shtrirë në shtrat, duke shikuar tavanin dhe mendja ime kishte filluar të ndërtonte skenare. Disa të logjikshëm, disa absurde, disa aq të dhimbshëm sa i isha larguar shprit si dikush që i afrohet zjarrit dhe tërhiqet para se të digjet. Por zjarri tashmë ishte brenda meje dhe nuk kishte ku të ikja. Nesër erdhi, dhe me të erdhi edhe shpjegimi, ose ajo që Leona e quante shpjegim. Ajo hyri në shtëpi me hapat ngadalt, me sytë e ulët, me duar që i dridheshin lehtë. Unë e prita ulur, pa e pyetur asgjë, duke i lënë hapësirë të fliste. Dhe ajo foli. Fjalët e saj i ranë mbi mua si guri mbi ujë, njëra pas tjetrës, duke krijuar rrath që zgjeroheshin dhe nuk ndalonin. Ajo tha se nuk më donte më. Tha se kishte qenë e pakënaqur prej kohësh, tha se ishte lodhur nga jeta jonë, nga rutina, nga mënyra se si gjërat kishin ngequr në një normalitet të mërzitshëm. Dhe pastaj, me atë zë të qetë që e urreja në atë moment, tha emrin e tij. Arjanit. Arjanit Krasniqi, miku im më i mirë, njeriu me të cilin kisha rritur, me të cilin kisha ndarë çdo sekret, çdo gëzim dhe çdo dhimbje të adoleshencës dhe moshës së re, njeriu që kishte qenë kumbari im në dasmë, njeriu që e kisha quajtur vlla. Ata kishin ikur bashk. Natën e kaluar, ndërsa unë shikoja tavanin dhe ndërtoja skenar, ata kishin qenë bashk. Dhe tani Leona qëndronte para meje dhe me shikonte me ato sy të lagur dhe më thoshte se ajo dhe Arjaniti donin të fillonin një jetë të re. Nuk bëra asgjë. Kjo është gjëja që më befason edhe sot. Nuk bëra asgjë për atyre gjërave që njeriu mendon se do të bëj kur i ndodh diçka e tillë. Nuk u lërita, nuk qava, nuk e godita në murin. Mbeta i palëvizshëm, si statuj, ndërsa bota ime shembej copa rreth meje. Dhe Leona, pasi tha gjithçka që kishte të thoshte, mori çantën e vogël që kishte sjell dhe doli nga dera. Zëri i derës që mbyllej pas saj ishte më i fortë se çdo gjë tjetër në atë heshtje. Kjo ishte 2 ditë më parë, dhe tani isha ulur në kuzhinë me kafen e ftohtë, duke u përpjekur të kuptoja si ndodhte që njeriu vazhdon të marr frymë kur gjysma e tij ka ikur. Jeta ime me Leonën kishte filluar si një histori që kushdo do të donte ta kishte. Ata kishin ikur bashk. Natën e kaluar, ndërsa unë shikoja tavanin dhe ndërtoja skenar, ata kishin qenë bashk. Dhe tani Leona qëndronte para meje dhe me shikonte me ato sy të lagur dhe më thoshte se ajo dhe Arjaniti donin të fillonin një jetë të re. Nuk bëra asgjë. Kjo është gjëja që më befason edhe sot. Nuk bëra asgjë për atyre gjërave që njeriu mendon se do të bëj kur i ndodh diçka e tillë. Nuk u lërita, nuk qava, nuk e godita në murin.
Mbeta i palëvizshëm, si statuj, ndërsa bota ime shembejt copa rreth meje. Dhe Leona, pasi tha gjithçka që kishte të thoshte, mori çantën e vogël që kishte sjell dhe doli nga dera. Zëri i derës që mbyllej pas saj ishte më i fortë se çdo gjë tjetër në atë heshtje. Kjo ishte 2 ditë më parë, dhe tani isha ulur në kuzhinë me kafen e ftohtë, duke u përpjekur të kuptoja si ndodhte që njeriu vazhdon të marr frymë kur gjysma e tij ka ikur. Jeta ime me Leonën kishte filluar si një histori që kushdo do të donte ta kishte. Ne ishim njohur rastësisht. Ajo kishte ardhur të vizitonte një shoqe të saj që jetonte në të njëjtin lagje me mua, dhe unë e kisha parë nga dritarja e katit të tretë, duke qeshur me zë të lartë për diçka që nuk e dëgjova. Kishte diçka në qeshjen e saj, një liri, një lehtësi që më kishte tërhequr menjëherë. Kisha dalë, kisha gjetur arsye për të folur dhe ajo kishte qeshur edhe me mua, me të njëjtën lehtësi. Kishim dalë herën e parë 2 javë më vonë, herën e dytë pas 5 ditësh. Pastaj kishte filluar ajo periudhë kur nuk mund të imagjinoja ditën pa e parë ose dëgjuar. Leona ishte e bukur me atë bukuri që nuk ndalet vetëm në fytyrë. Ishte inteligjente, kishte humor të mprehtë, kishte ndjeshmëri për gjërat e vogla që shumë njerëz nuk i vinin re. Kur tregonte histori, i animonte me gjithë trupin. Kur dëgjonte të bënte të ndiheshi si personi më interesant në botë. E kisha prezantuar me Arianitin shumë shpejt, sepse Arianiti ishte pjesë e jetës sime dhe ai duhej ta njihte. Ata 2 kishin shkuar mirë menjëherë, si njerëz që kanë qenë miq prej kohësh pa e ditur. Kjo gjë më kishte gëzuar atëherë. Mendoja se kishte fatin që 2 njerëzit që doja më shumë në botë të kalonin kohë mirë bashk. Çfarë budallaje kisha qenë. Por le të kthehem prapa, sepse historia nuk fillon me shembjen. Fillon shumë kohë para saj, në ditët kur gjithçka dukej e mirë dhe unë nuk e shihja që nën sipërfaqen e kësaj të mire fshihej diçka tjetër. Unë dhe Leona u martuam pas 3 vjetësh dashurie. Dasma kishte ëndra e saj, e kishte planifikuar çdo detaj me atë kujdes që e karakterizonte kur diçka i interesonte vërtet. Salla, lulet, muzika, menuja, gjithçka ishte zgjedhur me dorë, me kuptim, me dashuri. Unë i kisha dhënë asaj lirin të vendoste sepse e shihja saj lumtur e bënte planifikimin, dhe lumturia e saj ishte e imja. Arianiti kishte qenë kumbar, kishte qëndruar pranë meje gjatë gjithë ceremonisë me atë qetësi karakteristike të tij, duke hedhur shkak her pas here për të çlodhur nervat e mia. Ishte kumbari ideal, i pranishëm, i besueshëm, me fjalë të duhura në momentet e duhura. Kur dhuroi unazat, kishte shikuar në sytë e mi dhe kishte thënë me zë të ulët: "Mos haro vëlla, unë jam gjithmonë këtu." E kisha besuar me shpirt të plot. Vitet e para të martesës kishin qenë të bukura, me atë bukuri të vërtet, jo të paqt, jo të paraqitur. Bukuri me debate, me kompromise, me momente kur njëri prej nesh lëndohej dhe duhej kohë dhe fjalë të mira për të shëruar. Kështu është martesa e vërtet, jo vetëm buzëqeshjet e fotografive, por edhe heshtjet e natës kur diçka nuk shkon dhe nuk dini si ta shtini dorën. Unë e kisha pranuar këtë, e kisha dashur edhe këtë anë të jetës son, sepse mendoja se çdo gjë që kalon bashk ju forcon. Punonja shumë, kjo ishte e vërtet dhe nuk e mohoj. Kisha filluar një firmë të vogël inxhinierike dhe vitet e para ishin kritike. Kur dhuroi unazat, kishte shikuar në sytë e mi dhe kishte thënë me zë të ulët: "Mos haro vëlla, unë jam gjithmonë këtu." E kisha besuar me shpirt të plot. Vitet e para të martesës kishin qenë të bukura, me atë bukuri të vërtet, jo të paqt, jo të paraqitur. Bukuri me debate, me kompromise, me momente kur njëri prej nesh lëndohej dhe duhej kohë dhe fjalë të mira për të shëruar. Kështu është martesa e vërtet, jo vetëm buzëqeshjet e fotografive, por edhe heshtjet e natës kur diçka nuk shkon dhe nuk dini si ta shtini dorën. Unë e kisha pranuar këtë, e kisha dashur edhe këtë anë të jetës son, sepse mendoja se çdo gjë që kalon bashk ju forcon. Punonja shumë, kjo ishte e vërtet dhe nuk e mohoj. Kisha filluar një firmë të vogël inxhinierike dhe vitet e para ishin kritike. Ktheheshem vonë, herë i raskapitur dhe pak i disponueshëm. Por Leona e kuptonte, ose të paktën kisha menduar se kuptonte. Gjithmonë kishte qenë ajo që thoshte: "Jet mirë, mos u lodh shumë, shëndeti është i pari." Gjithmonë kishte qenë ajo që mbante shtëpinë,
që planifikonte vakacionet tona të vogla, që organizonte darkët me miqt. Miqt. Edhe aty ishte Arianiti, gjithmonë. Ai ishte beqar për shumë vite dhe ne e përfshinim natyrshëm në çdo darkë, çdo udhtim, çdo fest. Arianiti pa shoqe ishte shaka e vjetër e grupit. Ai gjithmonë gjente arsye pse kjo apo ajo vajzë nuk ishte e duhura. Tani e kuptoj pse. Ka momente që kur i rikujton, kuptoni diçka tjetër nga ajo që kishit kuptuar. Të kujtohet buzëqeshja që i kishte kaluar mes tyre gjatë një darke dhe kishit menduar se ishte gjëja e çmimit. Të kujtohet si e kishte ngritur Arianiti gotën kur Leona kishte thënë diçka të zgjuar dhe sytë e tij kishin pasur diçka që nuk ishte vetëm admirimi i mikut. Të kujtohen ato herë kur Leona kishte qenë paksa shumë e gëzuar pas telefonatave me shoqen dhe ti i kishet besuar pa asnjë dyshim. Por mjaft me kujtimet e dhimbshme. Doja të tregoje se cili kishe qenë, çfarë kisha ndërtuar, sepse vetëm kështu mund të kuptohet çfarë humba dhe çfarë bëra pastaj. Firma ime kishte filluar të ecte mirë rreth vitit të tretë. Projektet ishin duke u rritur, reputacioni po ndërtohej dhe për herë të parë kisha ndjenjen se sakrificat kishin vlejtur. Kisha bler apartamentin ton, jo të madh, por të yni, me balkon nga i cili shiheshin malet. Leona kishte dekoruar çdo cep me shije dhe shpesh kur hyja brenda pas një dite të gjatë, ndeja se kthehesha tek diçka e vërtet. Kishin filluar të flisnim edhe për fëmijë. Ato bisedat e mbrëmjes kur ulesh pas darke dhe imagjinoni jetën siç mund të jetë. Emra, dhoma fëmijësh, gjëra të vogla që i kishin vendosur të kishim. Leona donte 2 fëmijë. Unë kisha thënë 3, se si fëmijë i vetëm i kisha ndier gjithmonë boshllëtën e mungesës së vëllait apo motrës. Kishim qeshur, kishim debatuar me shaka, dhe ato biseda i kisha njuar nga momentet më të bukura të jetës sime. Tani kur i rikujtoj, nuk di çfarë të mendoj. Ndoshta ato ishin të vërteta atëherë, dhe pastaj gjërat ndryshuan. Ndoshta ajo i kishte thënë edhe Arianitit ato biseda, duke qeshur ndryshe. Ndoshta nuk isha kuptuar asnjëherë ku kishte qenë me të vërtet mendja e Leonës. Por kjo pyetje është luksi i dhimbjes. E di që nuk çon as gjikund, e di që përgjigjet nuk ndryshojnë çfarë ndodhi, por mendja nuk i bindet logjikës kur e ka plagën të fresket. Ka një lloj verbërie që vjen nga besimi i madh. Kur e do dikë shumë, kur i beson plotësisht, truri yt fillon të interpretojë gjithçka sipas kësaj besimi. Shenja e dyshimit bëhet shpjegimi i arsyeshëm. Distanca emocionale bëhet lodhje nga puna. Telefonatat e fshehura bëhen biseda me miq që nuk dua të ndërhyj. Truri yt punon si avokat mbrojtës i personit që do. Gjen arsye, ndërton justifikime, mbyll syt para fakteve. Unë kisha qenë avokat i shkëlqyer i Leonës pa e ditur. Tani, duke parë prapa, shenjat ishin aty. Jo të fshehura me kujdes të madh, aty, pothuajse të dukshme, nëse kisha dëshiruar t'i shihja. Por kisha pasur besim, atë lloj besimi naiv që e quan cilësi dhe jo naivitet, deri kur diçka të godet dhe kuptoni se besimi pa vigjilencë është thjesht mbyllja e syve. Filloi me telefonatat. Leona gjithmonë kishte pasur miqësi të forta dhe kjo nuk kishte qenë kur problem. Ajo komunikonte shumë, ishte sociabël, gëzohej me njerëzit. Por diku rreth 6 muajve të fundit, telefonatat ishin bërë më të shpeshta dhe më private. Jo në mënyrë dramatike, vetëm ato nuanca të vogla. Kur unë hyja në dhomë, ndryshonte pozicion, ulte pak zërin, mbyllte herëherë aplikacionin shpejt. Unë e kisha vënë re? Po. E kisha pyetur? Po. Një herë, lehtë. Dhe ajo kishte thënë se fliste me shoqen për probleme personale të saj dhe nuk donte të fliste lart. Kisha pranuar, kisha besuar. Pastaj ishin daljet. Leona kishte filluar të dilte më shpesh me shoqet. Darkat me grupin e saj, kafet pasdite, ato shëtitje spontane. Asgjë e pazakont në vetvete. Ajo gjithmonë kishte pasur jetën e saj sociale dhe unë e kisha inkurajuar. Por ndryshimi ishte i hollë. Kthehej me sy pak shumë të gjallë, me humor pak shumë të mirë, me ato buzëqeshje që vinin dhe iknin me shpejt. Unë e kisha interpretuar si lumturi. Mendoja se e kisha bërë të lumtur, se jeta jonë po shkonte mirë. Çfarë budallaje. Arianiti kishte ndryshuar gjithashtu, por shumë ngadalë, shumë lehtë. Ai lloj ndryshimi që nuk e vëren derisa nuk e krahason me atë që ka qenë. Kishte filluar të telefononte më rrallë. Kur takoheshim kishte diçka. Paksa distancë, paksa tension të fshehur.
Por Arianiti gjithmonë kishte periudha kur izolohej pak dhe pastaj kthehej i njëjtë, kështu që nuk e kisha pyetur seriozisht. Kishte thënë se ishte i zënë me punë, se kishte stres, dhe unë, shoku i tij i mirë, vëllai i tij sipas zemrës, e kisha lënë të ketë hapësirën e tij. Ndoshta kjo ishte gjëja që më dhemb më shumë. Jo vetëm tradhtia e Leonës, por tradhtia e Arianitit. Sepse Leona dhe unë kishim pasur problemet tona, kishim distancën tonë, kishim anët e tona të errta. Mund të gjeja mënyrë të kuptoja, jo të falesa, por të kuptoja. Por Arianiti ishte njeriu para të cilit kisha qenë ekspozuar me gjithë dobësitë e mia. Ai dinte gjithçka, frikën time nga dështimi, luftën time me pasigurinë, momentet kur kisha qarë para tij se ndjeja se nuk po arrija mjaftueshëm. Ai kishte marrë gjithë atë dhe pastaj kishte shkelur mbi atë. Kjo lloj tradhtie ka emrin e vet, dhe ai emër ka një shije shumë specifike goje, diçka midis hidhërimit dhe boshllëkut, sikur të hedhim pluhur mbi diçka që doje ta mbajet pastër. Por le të vazhdoj me shenjat, sepse duhet të tregoj edhe atë natë 2 muaj para se gjithçka të kuptohej. Kishin ardhur Arianiti dhe disa miq të tjerë për darkë. Kishte qenë darkë e zakonshme, me verë dhe shaka dhe biseda të gjata, por kishte pasur një moment, vetëm një moment, kur Arianiti dhe Leona kishin folur për diçka ndërsa unë isha ngritur të merrja shishen e verës nga kuzhina, dhe kur kisha kthyer syt para se të dilja, i kisha parë. Jo duke u puthur, jo duke bërë asgjë që mund të thoshe ja prova, vetëm duke i shikuar njëri tjetrin me atë lloj qetësie intensive që ka vetëm midis 2 njerëzve që kanë ndarë diçka sekret. Kisha vazhduar drejt kuzhinës dhe kisha thënë vetes, ke shumë imagjinatje të mirë. Kisha marrë verën dhe kisha kthyer si të mos kisha parë asgjë. Çdo njeri ka atë moment kur zgjedh mos ta shoh, ndoshta nga frika e asaj që do të gjej. Unë e kisha bërë atë zgjedhje atë natë dhe e kisha paguar shtrenjtë. Por e vërteta ka mënyrën e saj të daljes, nuk mund ta mbash përgjithmonë nën sipërfaqe. Ajo del, herë me bujë e herë me heshtje, por del gjithmonë. Ishte një tenjte. E di sepse të enjteve kisha zakonisht takim pune që mbaronte herët dhe ktheheshim në shtëpi para kohe, gjë që Leona e dinte mirë, por ai takim kishte anuluar pa paralajmërim dhe unë kisha vendosur të kthehesha shtëpi, ndoshta të surprizoja Leonën me darkë jashtë, me atë lloj impulsi spontan që e di se e kishte gëzuar herët e para. Kisha parkuar makinën, kisha marrë Chelsin, dhe ndërkohë, para se të hyja, kisha parë makinën e Arianitit, atë Audi të errët që e njihja si timen, të parkuar jashtë. Ky nuk ishte gjë e pazakontë. Arianiti vinte shpesh, kjo ishte gjëja e parë që më kishte thënë mendja. Por pastaj, pa e planifikuar, kisha qëndruar atje, me dorën mbi dorezën e derës, duke ndjerë diçka të papërcaktueshme. Kisha vendosur mos të hyja menjëherë. Kisha vendosur të telefonoja Leonën, vetëm të shihja si do të reagonte, çfarë do thoshte. Kisha nxjerr telefonin, kisha shtypur emrin e saj, 2 fishkëllima, 3, asnjë përgjigje. Kisha dërguar mesazh, ku je, po kthehem shtëpi. Kisha pritur, 6 minuta, i kisha matur sepse mendja ime kishte filluar të numëroj çdo sekond si diçka të rëndësishme. Pastaj kishte ardhur mesazhi, jam te shoqja Blerta, do vonoj pak. Blerta, kisha thirrur Blertën menjëherë, ata ishin shoqe prej fëmijërie dhe numrin e saj e kisha. Blerta kishte marrë menjëherë, kisha pyetur lehtë nëse ishte me Leonën. Kishte pasur një heshtje, ato 2 sekonda heshtje që thonë gjithçka para se të thuhet ndonjë fjalë. Dhe pastaj Blerta kishte thënë, jo, nuk ishte me të, nuk e kishte parë prej disa ditësh. Kisha mbyllur telefonin. Makina e Arianitit ishte e ty. Leona kishte thënë se ishte gjë ty. Blerta kishte konfirmuar se nuk ishte me të. Matematika ishte e thjeshtë, por matematika e thjesht është e dhimbshme kur të ndodh ty. Kisha hyrë në shtëpi ngadalë, pa zhurmë. Guzhinë, bosh. Dhomë denjeje, bosh. Kisha dëgjuar zëra të ulët nga dhoma gjumit dhe kishin pasur atë ton intimiteti. Jo debat, jo bisede zakonshme, ton intimiteti. Kisha qëndruar para derës me dorën ngritur dhe ndoshta kishin kaluar 30 sekonda. Ndoshta ishin pasur 1 orë, nuk di. Pastaj kisha hapur derën. Ata ishin ulur në shtratin ton, jo duke bërë asgjë shumë të dukshëm në atë sekond. Leona kishte kokën mbështetur te supet e Arianitit dhe ai kishte dorën rreth belit të saj. Kishin jumpitur lart kur kishin dëgjuar derën. Leona kishte blertitur emrin tim me atë fytyrë të ata çaste.
fytyrë e tmerruar, e fajshme dhe e befasuar njëkohësisht. Arianiti kishte ngritur në këmbë shpejt, duke tërhequr dorën, duke hapur gojën pa nxjerr fjalë. Unë kisha shikuar ata dy për disa sekonda, pastaj kisha kthyer shpinën dhe kisha dalë. Kjo kishte qenë konfirmimi. Jo kaq dramatike sa mund ta imagjinoni, por aq reale sa çdo gjë që kisha ndjerë ndonjëherë. Kisha ulur shkallët, kisha dalë jashtë, kisha qëndruar në trotuarin e shtëpisë sime dhe kisha parë qiellin duke menduar vetëm, pra, ishte e vërtet. Arianiti kishte ardhur pas meje, e dija se do vinte, nuk kishte si të mos vinte. Kishte thënë emrin tim. Kishte thënë jetë mirë, dëgjo. Nuk e kisha dëgjuar. Kisha ecur drejt makinës, kisha nxjerr Chelsin, kisha hyrë brenda, kisha vënë motorin. Kisha parë nga pasqyra e makinës siç qëndronte ai me duart ngritur, duke thënë gjëra që nuk i dëgjoja. Kisha larguar makinën ngadalë, si njeriu që nuk ka ku të shkojë shpejt, sepse nuk ka ku të shkojë fare. Ata 2 ditë para konfrontimit zyrtar të Leonës, kur ajo erdhi dhe shpjegoi gjithçka, kisha kaluar tek nëna ime. Ajo ishte gruaja e vetme që mund të toleroja pranë meje atë natë, dhe asaj i kisha thënë vetëm më lër të fle këtu. Ajo nuk kishte pyetur asgjë. Kishte bërë shtratin e dhomës sime të fëmijërisë, kishte sjell çaj dhe kishte qëndruar jashtë derës për disa minuta, sikur ta dinte se doja ta ndija praninë e saj pa e pasur fare në dhomë. Nëna ime e di gjithmonë. Nuk flet shumë, nuk pyet shumë, por di. Kjo gjë e saj kishte qenë gjithmonë një lloj ngushëllimi pa fjalë. Kisha shtrirë veten në atë shtrat të fëmijërisë dhe kisha pritur të qaja, por lotët nuk kishin ardhur. Kishte vetëm atë dhimbje të thatë, si diçka e bllokuar në mes të kraharorit që nuk mund të dilte. E dini atë ndjenjë kur dhimbja është aq e madhe sa trupi nuk di si ta shpreh, nuk qan, nuk bërtet, thjesht ekziston me atë barë të rënd brenda. Arianiti kishte telefonuar 11 herë atë natë. E kisha parë çdo thirrje dhe nuk kisha marrë asnjë. Pastaj kishte ardhur mesazhi i gjatë, shumë i gjatë, me ato fjalë justifikuese që njerëzit i shkruajnë kur duan të ndihen më mirë me veten. Kishte thënë ky nuk ishte plani. Kishte thënë se gjërat kishin ndodhur. Kishte thënë se ishte hidhëruar shumë dhe nuk dinte si ta ndalonte. Çdo fjali kishte atë strukturë karakteristike të njerëzve që tradhtojnë dhe pastaj duan të shfaqen si viktima të rrethanave. Kisha lexuar mesazhin deri në fund. Pastaj e kisha fshirë. Pastaj e kisha bllokuar numrin. Leona kishte ardhur 2 ditë pas kësaj dhe kisha pasur atë bisedën finale. Kishte qenë e qetë, kjo ishte gjëja e çuditshme. Kishte folur si dikush që kishte praktikuar fjalët, si dikush që kishte vendosur dhe tani ishte duke ekzekutuar vendimin. Nuk ishte qajtur, nuk ishte lutur, nuk ishte kërkim falje. Kishte vetëm fjalë, të qarta, të ftohta, të strukturuara. Kjo qetësia e saj kishte qenë herën e fundit që kisha ndjerë diçka si inati i vërtet, sepse ky qetësi nënkuptonte se ajo kishte kaluar fazën e dhimbjes shumë kohë pa mua. Pasi iku, kisha kthyer në apartamentin ton sepse duhej. Nuk mund të qëndroja tek nëna gjithmonë. Kisha punë, kisha angazhime, kisha jetën time që duhej vazhduar pavarësisht çdo gjëje. Kisha hyrë brenda dhe kisha parë çantën e vogël të Leonës. Kishte marrë vetëm disa gjëra. Shumicën e lënte. Kjo gjë kishte diçka simbolike të dhimbshme. Gjërat e saj ishin kudo, gjurmët e saj ishin kudo, por ajo vetë nuk ishte. Kisha filluar të pastroj. Kisha marrë gjërat e saj dhe I kisha vendosur në kuti me atë metodë mekanike të njerëzve që bëjnë gjëra fizike për të mos menduar. Hapi nga e djathta në të majt. Merr, vendos në kuti, mbyll kutin. Mos mendoj, mos ndaloj, mos shiko fotografit. Por kishin qenë fotografit. Ato fotografi të dasmë son, të mëdha, të stampuara, të vara me kujdes. Unë dhe Leona. Unë, Leona dhe Arianiti. Kumbar dhe qift, buzëqeshje të gëzuara, shikime drejt kamerës. Kisha marrë atë fotografi, atë specifike me Arianitin, dhe kisha qëndruar me të në dorë për kohë të gjatë. Pastaj, e kisha vendosur me faqe të kthyer poshtë në rafte dhe kisha vazhduar. Javët pas asaj nate janë si fotografi të blura në kujtesën time. Di se ishin aty, di se I kam kaluar, por detajet janë të paqarta. Kjo ndoshta është mënyra e trupit për të mbrojtur, blurimi I memorjes si filtr mbijetese. Shkoja në punë, punoja, ktheheshim, shtriheshim, nuk flija shumë, gjumi kishte ikur si shumë gjëra të tjera. Ndërkohë,
Rrjetet sociale ishin bërë territorin e tyre të ri të torturës. Edhe pse I kishte bllokuar të dy, njerëzit e zakonshëm, miqtë e përbashkët, vazhduan të postonin, dhe fotografia e parë erdhi pas 2 javësh, Leona dhe Arianiti, kafe diku, duke buzëqeshur, me titullin emocionues dhe komentet lumturuese të njerëzve që nuk dinin ose nuk u interesonte. Kisha mbyllur telefonin dhe kisha hedhur mbi divan me atë forcë të kontrolluar të njerëzve që nuk duan të bëjnë diçka shumë dramatike. Miqtë e vjetër kishin filluar telefonatat e tyre të shqetësuara. Disa kishin dëgjuar, disa kishin supozuar. Lajmi kishte udhëtuar shpejt siç udhtojnë gjithmonë lajmet e tilla. Disa kishin marrë anën e tij me natyrshëm, disa kishin pasur atë qëndrim të çuditshëm neutralitetit, nuk dua të marr anë, është punë ndërmjet jush. Këta neutralët kishin qenë të dhimbshëm në mënyrën e tyre, sepse neutraliteti kur dikush të tradhton nuk është diplomaci, është braktisje. Gjethet kishin filluar të binin nga druri, dhe unë nuk e dija ende se nga do vinte rindërtimi. Kisha vetëm kujtesën e asaj ndërtese, kisha vetëm kujtesën e asaj gëzofi, asaj sigurie të rreme që kisha quajtur lumturi, dhe kisha pyetjen e madhe që nuk kisha guxim t'ia drejtoja vetes drejt për drejti. E tani çfarë? Isha 34 vjeç. E gjithë jeta ime kishte qëndërtuar rreth 2 akseve: familja dhe Arianiti. Njëri kishte ikur, tjetri kishte tradhtuar. Firma ecte, por firma ishte gjë abstrakte kur nata vjen dhe shtrati është bosh. Kisha prindrit, nënën, babain, por ata kishin jetën e tyre dhe nuk mund të bëhesha barr. Kishte një mbrëmje kur kisha ulur vetëm dhe kisha bërë inventarin e jetës sime me atë brutalitet që vetëm vetmia e plot ta lejon. Kisha numëruar miq të vërtet, jo ata të mediave sociale, por ata që do të vinin mesnatën nëse u thoshe se kisha nevojë. Kisha gjetur 4 njerëz. Arianiti kishte qenë ndërta dhe tani nuk ishte. Ishte bërë 3. Njëri prej tyre ishte Dritani, djali që njihja prej shkollës së mesme, me të cilin kisha ndarë dhomën e konviktit 2 vjet. Ai kishte ardhur pa u thirrur pas disa ditësh, kishte trokitur derën, kishte marrë 2 bira nga qesja dhe kishte thënë: "Nuk të pyes asgjë nëse nuk dëshiron, vetëm erdha." Kisha qëndruar me të deri vonë atë natë, duke pirë birrën ngadalë dhe duke folur herë për gjëra të parëndësishme: futbolli, puna, një film që kishte parë. Edhe pastaj, rreth orës 2 të natës, kisha treguar gjithçka. Jo me rend, jo me logjik, me ato fragmenta të çrregullta që dalin kur njeriu ka mbajtur shumë brenda për shumë kohë. Dritani kishte dëgjuar pa ndërprer. Kur kisha mbaruar, kishte qëndruar hesht për ca kohë dhe pastaj kishte thënë diçka që e mbaj mend akoma. Dhimbja që ndjen tani nuk është dobësi, është çmimi I dashurisë së vërtet. Njerëzit që nuk duan kurrë nuk dhembin kurrë, por as nuk jetojnë kurrë. Fjalë të thjeshta, ndoshta jo origjinale, por atë natë kishin qenë saktësisht ato fjalë që kisha nevojë. Kisha filluar të kuptoj se mbijetesa nuk do të vinte nga harresa. Nuk mund të harrosh 3 vjet martese, nuk mund të harrosh miqësitë formuar prej adoleshencës. Mbijetesa do të vinte nga vendimi I ndërgjegjshëm për të vazhduar pavarësisht asaj që mbetej. Kjo tingëllon e thjesht kur e thua me fjalë, por është njëra nga gjërat më të vështira që njeriu mund të bëjë. Të zgjedhësh të ecësh kur këmbët nuk duan. Por ecja kishte filluar. Ngadalë, me hapa të pasigurt, por kishte filluar. Gjërat komplikohen shumë shpejt kur një martesë prishet, sepse martesa nuk është vetëm midis 2 njerëzve, është midis 2 familjeve, 2 rretheve sociale, 2 historive. Dhe kur prishet, thyrja nuk prek vetëm 2 njerëzit, prek gjithçka rreth tyre. Prindrit e Leonës kishin telefonuar, jo ta qortonin, jo të justifikonin vajzën e tyre, por thjesht të thoshin se ishin të hidhëruar dhe se nuk e kishin ditur. Nëna e saj kishte qarë në telefon, kishte thënë se ishte turp, kishte thënë se Leona kishte gabuar rënd. Kisha dëgjuar me durim dhe kisha thënë se e kuptoja. Sepse e kuptoja, prindrit nuk janë fëmijët e tyre dhe mëkatet e fëmijëve nuk janë të prindërve. Por kishte edhe prindërit e Arianit, familja me të cilën kishta pasur marrëdhënie të ngrofta, nëna e tij që më kishte trajtuar si të birin tjetër për vite. Ajo nën kishte ardhur personalisht, kishte ardhur me fytyrë të skuqur nga turpi dhe me lot në sy, dhe kishte thënë: "Jetë mirë, nuk di çfarë të them. Vetëm kam ardhur të them se kam turp."
Kisha ullur kokën. Kisha thënë, nuk është faj juaj, zonja Vjosa, dhe kisha qenë i sinqert, ajo nuk kishte faj. Por prania e saj kishte dhëmbur pa dhëmbur, nëse e kuptoni paradoksin. Dhëmbte sepse ishte nëna e tij, por kishte diçka ngrohtuese edhe në faktin se ajo kishte ardhur. Rrethi social kishte reaguar si rrethet sociale reagojnë gjithmonë, me zhurmë të madhe fillimisht dhe pastaj me normalizimin gradual. Disa miq kishin marrë anën time haptas, disa kishin vazhduar të ishin miq me të dy palët, duke i naviguar situatën me atë akrobaci sociale që i konsideroj të papranueshme. Disa kishin heshtur, gjë e cila thoshte gjithçka. Kishte edhe inatin e kolegëve, jo ato inatje të mëdha, dramatike, por ato komente të vogla si ka mundësi nuk e dije, duhej të kishe parë shenjat, dikë i kenajsohet, njëri tjetër ja merr. Këto fjalë vinin nga njerëz që ndoshta mendonin se po ngushëllonin, por në fakt godisnin plagën dy herë. Një herë duke të kujtuar tradhtin dhe një herë tjetër duke të sugjeruar se ishe i fajshëm për mos e pasur parë. E dija se inatin nuk e merja dot, as Leonës, as Arianit, as askujt. Inati është acid që dëmton enën e tij. Kisha parë njerëz të tjerë që kishin kaluar tradhti të ngjashme dhe kishin konsumuar vitet e mëvonshme në inat dhe hakmarrje dhe fjalë të hidhura, dhe kisha parë si inati i kishte ngulitur ata brenda traumës pa lejuar asnjëherë dalje. Nuk doja atë fat. Por mos e keq kuptoni, largimi nga inati nuk është falje, janë dy gjëra plotësisht të ndryshme. Falja do ose nuk do. Kjo është çështje personale dhe askush nuk ka të drejtë të ju thotë kur dhe si ta falni dikë. Largimi nga inati është mbrojtja e vetes, jo falja e tjetrit. Kisha zgjedhur të largoja inatin, jo sepse Leona dhe Arianit i kishin bërë diçka të falshme, por sepse unë kisha nevojë të jetoja pa të pesh. Ndërkohë firma kishte nevojë për vëmendjen time. Projektet vazhdonin, klientët vazhdonin, dhe kjo rutinë e punës kishte qenë kundër intuitive, shpëtimi im. Kisha diçka që kërkonte trurin tim çdo ditë, diçka konkrete, llogaritje, vizatime, takime, vendime. Kur jam i zënë me punë të vërteta, mendja nuk ka kohë të drejtohet vazhdimisht drejt dhimbjes, por nata ishte ende e vështirë, gjithmonë nata. Procedura ligjore e divorcit ka diçka të çuditshme absurde. Detyron dy njerëz që kanë ndarë jetën, shtëpinë, ëndrat, të ulen para letrave dhe të ndajnë gjëra. Ky divan është i kujt, ky aparat fotografik, kush do marrë makinën e dytë. Gjërat materiale bëhen simbole të asaj çfarë po shpërbëhet dhe çdo nënshkrim ka peshën e disa kujtimeve. Leona kishte marrë avokat, Argentina, avokate e njohur me reputacion të mirë. E kisha marrë edhe unë avokatin tim, Fatoshin, me të cilin kisha punuar dhe e besoja. Takimet kishin qenë të ftohta, profesionale, efikase, gjë që, ironikisht, ishte dhimbja tjetër. 3 vjet martese, reduktuar në letra dhe protokolle dhe zëra të qetë avokatorësh. Leona kishte ardhur në 2 nga ato takime. Herën e parë kisha pasur vështirësi ta shikoja drejt për drejti, jo nga inati, por nga ajo lloj dhimbje e çuditshme kur sheh dikë që njeh shumë mirë dhe ndjen se ai njeri nuk të njeh fare. Ishte veshur me kujdes, e qetë, e organizuar. Kjo Leona para meje nuk ishte e njëjta Leona me ngjeseve të shtuna por flinte me flok të shregullt dhe qeshte me zë të lartë për gjoke budallak. Kjo ishte dikush tjetër, ose ndoshta ishte e vërteta dhe unë kishe njohur gjatë gjithë kohës vetëm maskën. Ndarja e pronës kishte shkuar pa debate të mëdha, kisha ofruar kushte të arsyeshme dhe ajo i kishte pranuar. Nuk isha qenë bujar nga mirësia, por nga nevoja për ta mbyllur sa më shpejt. Çdo ditë e zgjatur ishte ditë shtesë brenda asaj gjendje e limbo, midis asaj që kishte qenë dhe asaj çfarë do të ishte. Doja të dilja sa më shpejt nga ajo limbo. Apartamenti kishte mbetur tek unë, ishte i imi ligjërisht. Kisha paguar shumicën, Leona kishte marrë gjërat e saj, mobiljet që kishin qenë të sajat para martesës, disa gjërat vogla personale. Kur kishte larguar gjërat e saj, apartamenti kishte marrë pamjen e atyre vendeve pas dhunë. Copzat pranisë dikur të plot, boshllëqe ku kishin qenë kujtimet. Kisha rinovuar apartamentin. E di që kjo tingëllon si detaj i vogël, por kishte qenë veprim simbolik i rëndësishëm. Kisha ndryshuar ngjyrën e mureve, jo shumë, por mjaftueshëm. Kisha ndërruar sofan, kisha riorganizuar dhomën e gjumit, kisha bler disa bim. Dritani kishte qeshur kur i kisha treguar. Kishte thënë se bimët janë terapia e njerëzve që nuk duan të pranojnë se kanë nevojë për terapi. Ndoshta kishte të drejtë. Divorci u finalizua pas disa muajsh.
Kisha nënshkruar letrat, kisha dhënë dorën avokatit, kisha dal nga zyra dhe kisha qëndruar në rrugë duke ndjerë diçka të çuditshme, jo liri, jo dhimbje, thjesht ndryshim. Siç ndjen kur kthehesh nga një udhëtim i gjatë dhe shtëpia ka erën e shtëpisë, por gjithçka duket paksa ndryshe se sa e mbaje mend. Pas divorcit, ka njerëz që shemben dhe ka njerëz që ndërtojnë. Unë nuk isha qenë asnjëri as tjetri, kisha qenë diçka mes, dikush që çon çdo ditë pa e ditur ende se çfarë do të ndërtonte. Por ndërtimi fillon me pyetje, dhe pyetja e madhe kishte qenë: kush isha unë pa atë jetë? Sepse identiteti im kishte qenë i ndërtuar rreth roleve, burri i Leonës, miku i Arianitit, njeriu me familjen e tij. Tani 2 nga ato role kishin rënë, cili ishte jetmiri i pavarur nga to? Kisha filluar të bëja gjëra që i kisha lënë gjatë martesës, jo sepse Leona i kishte ndaluar, por sepse koha dhe energjia kishin shkuar gjetju. Kisha rifilluar sportin, jo si detyrë, por si shkarkim. 2 orë në palestër çdo ditë para punës kishin bërë një ndryshim të papritur, jo thjesht fizik, por shpirtëror. Ka diçka primitivisht terapeutike në ngritjen e peshave. Trupi punon, mendja pushon, dhe lirimi i endorfinave bën atë që asnjë fjalë nuk mund ta bëjë. Kisha filluar edhe të lexoj sërish, libra të vërtet, jo ato raporte teknike që e kishin zënë kohën. Kisha gjetur kënaqësinë e humbur të faqeve të paprekura, të historive të njerëzve tjerë, të botëve paralele ku mund të hyesh dhe të ikte nga jotja për orë të tëra. Dritani kishte organizuar darka të vogla me grupin e ngushtë, 4-5 njerëz, jo feste, jo buj. Ato vlethrit dhe motrat e zgjedhura siç i quante ai. Dhe në ato darka kisha filluar të qesha sërish, jo me atë qeshje të detyruar sociale, por me atë qeshje të papritur kur diçka është vërtet e qesharake dhe trupi reagon para se ta mendosh. Herën e parë që kisha qeshur me të vërtet pas asaj nate, kishte qenë si të merrhe frym thellë pas kohësh në ujë. Punën e kisha zgjeruar. Kjo kishte qenë pjesërisht nga nevoja, pjesërisht nga dëshira. Kisha marrë partner të rinj, kisha hapur deg të dytë, kisha investuar në teknologji të re, firma kishte filluar të rritet me ritëm që nuk e kisha planifikuar, por ndoshta kisha energji shtesë, ndoshta absenci gjërave të tjera kishte liruar hapësirë kreative. Por diçka tjetër kishte filluar gjithashtu, diçka që nuk e kisha pritur. Ishte të shtunë pas dite kur kishte ardhur letra. Jo email, jo mesazh, letër e vërtet, me zarf, me pull, me dorëshkrim. Shkrimin e kisha njohur menjëherë. Ishte e Arianitit, me ato shkronja të mëdha dhe të çrregullta që i kishte gjithmonë. Kisha qëndruar me zarfin e mbyllur në dorë për minuta të tëra. Brenda meje kishte pasur garë midis 2 impulseve, ta hidhja pa e hapur ose ta lexoja. Kisha zgjedhur ta lexoja, sepse me gjithçka, kureshtja njerëzore është e fortë dhe diçka thoshte se kjo letër ka qenë shkruar me mundim të madh. Letra kishte qenë e gjatë, shumë faqe me shkrim të dendur. Arianiti kishte shkruar gjithçka, si kishin filluar gjërat midis tij dhe Leonës, si kishte luftuar me veten, si kishte tentuar të ndërpriste disa herë por kishte dështuar, si kishte jetuar me fajin çdo ditë. Kishte shkruar për natën kur ai dhe Leona kishin vendosur të konfrontonin situatën dhe kishin planifikuar ato 2 ditët e fundit para se gjithçka të zbulohej. Kishte shkruar se dhimbja që i kishte shkaktuar mua ishte dhimbja më e madhe e jetës së tij. Kishte shkruar se e kuptonte nëse nuk do e faleshe kurrë. Dhe pastaj, në fund, kishte shkruar diçka që nuk e kisha pritur, se ai dhe Leona tashmë kishin shkuar çdo rrugën e tyre. Se pas atij zbulimi, gjërat midis tyre kishin qenë të ndërtuara mbi themele të rreme dhe kishin shembur vetë. Se Leona kishte ikur pas disa muajsh, kishte marrë ofertë pune në një qytet tjetër dhe kishte shkuar, se edhe ai ishte vetëm. Kisha ulur letrën, kisha parë nga dritarja, kishte rënë shi i lehtë atë pasdite dhe pikat kishin rrëshqitur ngadalë mbi xham. Kisha lexuar letrën edhe 2 herë. Pastaj e kisha palosur me kujdes dhe e kisha vendosur në sirtarin e tavolinës. Nuk kisha vendosur asgjë atë ditë. Nuk kisha vendosur ta falesha, nuk kisha vendosur ta injoronja. Kisha vendosur vetëm të mendoja. Mendimi kishte zgjatur disa javë. Falja është gjëja mbi të cilën njerëzit kanë opinionet më kontradiktore. Ka njerëz që thonë se falja është e nevojshme për shëndetin tënd, se mbajtja e urrëties të dëmton vetëm ty. Ka njerëz të tjerë që thonë se disa gjëra nuk duhen falur, se falja pa ndryshim real është thjesht vetë mashtrimi buta. E të dy palët kanë të drejtë njëkohësisht. Kjo është paradoksi i kësaj çështjeje. Unë kisha kaluar javë duke menduar jo mbi Arianitin, por mbi veten time. Çfarë doja unë?
jo çfarë duhet të doja sipas njerëzve të tjerë, jo çfarë do të dukej mirë nga jashtë, por çfarë doja unë, jetë miri, si person. Dhe kisha kuptuar diçka. Nuk doja ta riktheja miqësinë. Ato dy njerëz kishin bërë dëm real, dhe miqësia nuk mund të rindërtohej mbi ato rrënua. Por Mbajtja e urrejtjes aktive, ajo ndjenja e nxehtë e inatit që të brendshmon dhe të shqetëson, nuk e doja të gjithashtu. Kishte një opsion të tretë midis faljes totale dhe urrejtjes aktive. Lënja e tyre të kalojnë. Jo të harroje, harresa është e pamundur dhe e panevojshme, por t'i lejosh gjërat të jenë ajo çfarë ishin, t'i pranosh si pjesë të historisë tënde dhe të ecësh pa i mbartur. Kjo kishte qenë rruga ime. Nuk i kisha kthyer letrën Arjanitit. Nuk e kisha bllokuar sërish, por as nuk kisha rihapur komunikimin. Kishte mbetur aty, si ato kapituj të librit që i ke lexuar dhe i kujton, por nuk i rihap. Por ka diçka tjetër që kisha bërë, dhe ky ishte vendimi që, sipas shumë kujt, e la gjithë botën pa fjalë. Ka njerëz që kur dëmtohen, thellohen, dhe ka njerëz që kur dëmtohen, ndriçohen. Unë nuk e dija cili do isha, por dhimbja kishte bërë diçka specifike. Kishte hapur një dritare brenda meje drejt një pyetjeje që kisha shmangur prej vitesh. Çfarë doja të bëja vërtet me jetën time? Jo çfarë kisha bërë, jo çfarë kishte pritur dikush prej meje, por çfarë doja unë, thellë, pa filtrat e detyrimeve dhe pritshmërive. Kisha qenë inxhinier i mirë, firma kishte ecur mirë, por kisha pasur gjithmonë edhe diçka tjetër, një pasion të fshehur që e kisha mbajtur si hobi të vogël, si sekret personal, arkitekturën sociale, ndërtimin e hapësirave jo vetëm si strukturë, por si mjedise që ndikojnë në jetën e komuniteteve. Kisha studiuar raste, lexuar artikuj, ndjekur projekte nga e gjithë bota, por gjithmonë si spektator, gjithmonë duke thënë një herë kur të kem kohë. Dhimbja kishte bërë një herën të vinte tani. Kisha filluar të punoj mbi një projekt personal, jo si firmë, jo si investim, por si vizion. Kishte qenë fillimisht vetëm skica mbi letër, ide për ndërtimin e një qendre komunitare në lagjen ku kisha rritur, lagje që e kisha dashur si fëmijë dhe e kisha parë deklinuar ndërkohë. Jo vetëm ndërtim, por mjedis, me hapësira takimi, me bibliotekë të hapur, me kopsht, me zona lojrash, vend ku komuniteti mund të mblidhej, ku fëmijët mund të kishin alternativa, ku të moshuarit mund të mos ndiheshin të braktisur. Kisha filluar të punoj, dhe punimi kishte qenë ndryshe nga çdo gjë tjetër. Kishte qenë i gjallë me diçka që nuk e gjeja dot fjalën e duhur shqip. Passion është fjala anglishte, por ndoshta zjarr e përshkruan më mirë. Diçka që digjet brenda dhe të ngroh pa të djegur. Rreth kësaj kohe kishte hyrë në jetën time Vlora. Nuk e kisha kërkuar, nuk kisha qenë gati. Kishin kaluar ndoshta 10 muaj pas divorcit dhe kisha qenë i bindur se çdo gjë romantike kishte nevojë për shumë kohë akoma. Por jeta ka humorin e saj, shfaq gjërat kur nuk i pret, tek vendi kur nuk i kërkon. Vlora kishte qenë arkitekte, e pavarur, e specializuar në dizajn urban, kishte punuar me projekte komunitare. Dritani e njihte si koleg dhe na kishte prezantuar gjatë një takimi profesional. Pa qëllim romantik fare, thjesht dy njerëz të fushave të ndërlidhura që mund të kishin ide të dobishma për njëri tjetrin. Kisha pritur dikë plotësisht të ndryshëm nga Leona, ose kisha menduar se kisha pritur kë kisha pritur. Por Vlora kishte qenë krejt tjetër edhe pa qenë e kundërt. Ishte e qetë me atë lloj qetësie që nuk është apatia, por prani. Ndjeje gjithmonë se ajo ishte plotësisht aty ku ishte, jo me mendjen gjetiu. Kishte mendim kritik të mprehtë dhe nuk kishte frikë ta shprehte edhe kur nuk pajtohej. Kishte humor të thatë që e zbuloje ngadalë dhe kur e zbuloje të bënte të qeshje me zë më të lartë se të kishit pritur. Takimi ynë i parë kishte qenë profesional. Kisha treguar projektin tim. Ajo kishte komentuar me atë lloj ekspertize të çiltër që nuk ngushëllon për bukuri, por tregon probleme reale bashkë me zgjidhje. Kisha ndjetur shumë herë njerëz që kur tregon diçka të veten, ta thonin vetëm mirë. Ata janë komentuesit e rreme që nuk ta ndihmojnë. Vlora kishte thënë: "Kjo ide është e fortë, por kjo pjesë nuk funksionon dhe ja pse." Kisha dashur atë qasje menjëherë. Pas atij takimi kisha menduar shumë pak për të në mënyrë romantike. Kisha menduar shumë për idetë e saj, për perspektivën e saj profesionale.
Por ndoshta kjo është mënyra e vërtet si fillojnë gjërat e mira, jo me tronditjen e dashurisë së parë, por me respektin e mendjes. Takimi i dytë kishte qenë i rastësishëm, kafe të njëjtën nga rast. Kisha ulur me të për 20 minuta, dhe ato 20 minuta kishin kaluar si 5. Takimi i tretë kishte qenë unë ai që kishte propozuar. Po diskutojmë edhe një herë projektin, ke ide të mira. Ajo kishte thënë po, pa hezitim. Pas 4 takimeve profesionale, kisha realizuar se ato takime nuk ishin më plotësisht profesionale. Të paktën jo nga ana ime. Por kisha qenë i kujdesshëm, kisha qenë shumë i kujdesshëm. Shpirti im kishte ende cikatrice të freskëta dhe nuk doja t'i hapja me nxitim. Me Vlorën gjërat kishin ecur ngadalë, jo nga mungesa e ndjenjave, por nga vendimi i ndërgjegjshëm i dy njerëzve që dinin çfarë do të thotë nxitimi. Edhe ajo kishte historinë e saj, martesë e shkurtër disa vite para, fund i dhimbshëm, periudhë rindërtimi. Ky paraleli i historive tona nuk kishte qenë bazë romantike sipas modelit dëmtuar bashk, kishte qenë bazë kuptimi. Dinte çfarë do të thoshte ajo dhimbje e veçantë dhe nuk e konsideronte të vogël. Kishin kaluar 6 muaj para se të kishim folur hapur për gjendjen e marrëdhënies son. 6 muaj takimesh, bisedash të gjata, pasojash të heshtura, dhe pastaj, gjatë një shëtitje ngjitur liçenit, Vlora kishte ndalur dhe kishte thënë drejt për drejt. Unë nuk di çfarë jemi, por di se nuk dua të vazhdoj të mos e di. Kisha qeshur, jo nga nervozizmi, por nga sinqeriteti i saj. Kisha thënë se as unë nuk dija sakt, por se dija se asgjë në jetën time nuk ndihesha aq qartë sa koha me të. Ajo kishte shikuar me atë sy analizues që kishte dhe kishte thënë, kjo është fillim i mirë. Ishim bërë çift, jo me pompozitet, jo me deklarata dramatike, por me atë vendim të qetë midis dy njerëzve të rritur. Me Vlorën gjërat nuk ishin qenë ato tronditje dramatike të dashurisë së re. Kishin qenë më të thjeshta dhe pikërisht prandaj më të qëndrueshme. Ishte ajo ndjenja e qetësisë kur je me dikë, e kundërt me tensionin konstant të dyshimit. Por jeta nuk lë gjërat e ecin pa provuar. Ishte të shtunë mëngjes, treg i hapur ku Vlora shkonte her pas here për perime. Kisha shkuar me të. Kjo ishte rutina jonë e re, ato gjëra të vogla të jetës së zakonshme që krijojnë solidaritetin e çiftit të vërtet. Kisha qenë duke parë mielin, kur kisha ndier dikë pranë dhe kisha ngritur syt. Leona. Ajo kishte qenë vetëm, me shport në dorë dhe kishin qenë 2 metra larg. Syt tanë kishin takohet njëkohësisht dhe kishim të dy ngrirë për atë sekond të atij lloji. Pastaj ajo kishte buzëqeshur, jo me atë buzëqeshje të madhe, por një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, me diçka brenda saj që nuk e dija si ta quanim. Kisha kthyer syt, kisha parë Vlorën pak metra larg duke zgjedhur domaten. Kisha marrë frym thellë dhe kisha ecur drejt Leonës. Jo nga nevoja, jo nga dëshira për drama, por sepse kisha kuptuar se ecja larg do të ishte frika dhe nuk doja të isha frikacak. Si je, kisha thënë. Jo pyetje dramatike, jo replika të studiuara, thjesht 2 fjalë të zakonshme. Ajo kishte thënë mirë, kishte pyetur edhe ajo. Kisha thënë mirë. Kishte pasur disa sekonda heshtje dhe pastaj ajo kishte shikuar nga Vlora dhe kishte pyetur lehtë nëse isha me dikë. Kisha thënë po. Ajo kishte tundur kokën me atë lloj miratimi të qetë dhe kishte thënë: "Gëzohem." 2 fjalë, dhe nuk kishte ditur nëse gëzohej vërtet apo jo, por fakti se I kishte thënë, kishte mjaftuar. Kisha ikur, kisha arritur Vlorën, ajo kishte pyetur kush kishte qenë. Kisha thënë ishte Ishnusja. Vlora kishte shikuar mua, jo atë Leonës me atë sy analizues të saj, dhe kishte thënë: "Mirë, a je mirë?" E kisha siguruar se po. Dhe kisha qenë. Për herë të parë pas asaj periudhe të gjatë, takimi me Leonën nuk ishte lënë asgjë tjetër veç neutralitetit, as dhimbje, as inat, as asgjë. Vetëm neutralitet, si takimi me dikën nga e kaluara e largët. Kjo kishte qenë momenti kur kuptova vërtet se kisha kaluar. Projekti I qendrës komunitare kishte kaluar nga skica në plan të plot. Me ndihmën e Vlorës dhe ekspertizën e saj, kisha zhvilluar idenë deri në pikën kur kishte qenë gati për prezantim. Por prezantimi nuk ishte vetmja gjë, duhej financim, duhej mbështetje komunitare, duhej bindja autoriteteve lokale. Kisha bërë paraqitjen para bashkisë, 60 minuta, me vizualizime, me llogaritje, me argumente për ndikimin social. Kisha qenë nervoz, jo me atë nervozizëm si përfaqësor, por me atë tension të thellë kur diçka që të intereson vërtet vendoset para gjykimit të njerëzve. Reagimi kishte qenë I ftohtë fillimisht. Kishte pyetje teknike, skepticizëm buxhetor, diskutime rreth prioriteteve. Kisha pritur gjithë këto dhe kisha pasur përgjigje.
por ndoshta ajo gjë që kishte bërë ndryshimin kishte qenë diçka tjetër. Kisha treguar pse. Kisha treguar se kisha arritur në atë lagje, se e dija si ishte, se kisha parë ndryshimin gjatë viteve, dhe se kjo nuk ishte projekt investimi, por projekt borxhi ndaj komunitetit që kishte formuar njeriun që isha. Kishte pasur heshtje pas asaj pjese. Pastaj, njëri nga anëtarët e komisionit, plak me flok të bardhë dhe sy të mprehta, kishte thënë: "Kjo lloj arsyetimi nuk dëgjohet shpesh." Projekti kishte marrë miratim parimor, jo financimin e plot, kur nuk merret e gjitha me njëherë, por miratim parimor, e cila kishte qenë dera e hapur. Pastaj, kishin ardhur partnerët privat, organizatat e shoqërisë civile, donatorët e vegjël dhe të mëdhenj. Gjërat kishin filluar të lëvizin me atë ritëm karakteristik të projekteve të mira, ngadalë, pastaj papritur shpejt. Ndërtimi kishte filluar pas 6 muajsh. Kisha qëndruar atë ditën e parë kur makineritë kishin filluar, aty, personalisht, me çizme ndërtimi dhe kasket, dhe kisha shikuar si toka fillonte të hapej. Vlora kishte qenë pranë meje dhe kisha marrë dorën e saj pa e planifikuar. Ajo kishte lejuar dorën të qëndronte, pa fjalë, vetëm pranisë së qetë. Dritani kishte ardhur edhe ai atë ditë, kishte shikuar ndërtimin dhe kishte thënë me atë humorin e tij karakteristik: "Kur dikush të thyen zemrën, ti ndërtoni qendra komunitare, unë ha akullore." Kishim qeshur të tre. Nëna ime kishte ardhur të shihte ndërtimin një të diel, kishte sjell byrekun e saj të famshëm dhe kishte ulur me mua dhe Vlorën mbi një bank të improvizuar pranë kantierit. Kishte ngrënë dhe kishte shikuar dhe kishte qenë e qetë me atë qetësi të saj karakteristike. Pastaj kishte thënë, duke shikuar ndërtimin: "E dija se do kaloje, nuk e dija si, por e dija." Kisha pyetur si kishte qenë aq e sigurt. Ajo kishte kthyer syt nga unë dhe kishte thënë: "Sepse ti gjithmonë ke ndërtuar, edhe kur ke qenë fëmijë, çdo gjë të thyer e riorganizoje me duart e tua. Nuk e hodhe asnjëherë, thjesht e bëje ndryshe." Vlora kishte dëgjuar dhe pastaj kur nëna kishte ngritur të shkonte, kishte thënë me zë të ulët: "Ajo të njeh shumë mirë." Kisha thënë se nënat zakonisht njohin mirë. Ajo kishte thënë se jo gjithmonë, se disa nëna shohin vetëm ç'duan të shohin. Ajo e nënkuptonte diçka nga historia e saj, dhe unë nuk e kisha shtyr, sepse çdo kush ka zonat e veta të dhimbjes, që i hap vetë kur është gati. Por fjalët e nënës sime kishin mbetur me mua: "Gjithmonë ke ndërtuar." Kisha kuptuar se ky ishte thelbi i asaj çfarë kisha bërë të gjithë këtë kohë. Nuk kisha ikur, nuk kisha shembur, kisha ndërtuar, mbi rënoja, me duart e mia, me kohën ime, me vendimin e ndërgjegjshëm të dikujt që zgjedh jetën mbi rënojat e asaj çka është bërë. 6 muaj pas fillimit të ndërtimit, erdhi lajmi nga burimi më i papritur. Nga Blerta, shoqja e Leonës që kishte qenë e sinqert me mua atë natë kur kisha telefonuar. Blerta kishte ruajtur lidhje me mua pas divorcit, jo intime, por ato mesazhe rastësor her pas here, ato "shoh projektin tënd, duket bukur", që tregonin se dikush ndjek pa bërë bujë. Kishte dërguar mesazh një mbrëmje: "Jetë mirë, e di se ndoshta nuk është puna ime, por mendova duhet ta dije. Leona dhe Arianiti kanë marrë fund prej kohësh. Ajo ka lënë qytetin dhe Arianiti është kthyer vetëm. Nuk e them për ta keqësuar punën, e them sepse dua të dish se ato vendime që ata bën çuan ku çuan." Kisha lexuar mesazhin dhe kisha ndier diçka shumë specifike. Jo kënaqësi, jo triumf, as keqardhje. Kisha ndier konfirmim të diçkaje që e dija tashmë thellë, se gjërat e ndërtuara mbi tradhtinë dhe gënjeshtrën nuk qëndrojnë. Nuk është hakmarrje kozmike, është thjesht matematike marrëdhënieve. Nëse themeli është i kalbur, ndërtesa bie. Kisha falenderuar Blertën dhe nuk kisha shtuar asgjë tjetër. Kisha vendosur telefonin dhe kisha vazhduar atë që bëja. Planet e ndërtimit mbi tavolinë, lapsi në dorë, idet duke rrjedhur. Por kisha menduar për një moment, vetëm një moment, për Leonën dhe Arianitin. 2 njerëz që kishin djegur gjithçka rreth tyre për të qenë bashk dhe tani nuk ishin as bashk. Kishte diçka tragjike edhe aty, nëse do ta shihje me sy të ftohtë. Jo tragjike për mua, tragjike për ta. Kishin humbur veten e mirë të vetes, duke ndjekur diçka që nuk e meritonin ta kishin. Qendra komunitare u hap. Ishte ditë e vranët, por kishin ardhur njerëz, shumë njerëz, më shumë se kisha pritur. Fëmijët e lagjes kishin vrapuar brenda si drejt diçkaje magjike.
Të moshuarit kishin hyrë ngadalë me atë njohje të qetë të dikujt që e sheh hapësirën dhe e lexon si premtim. Nënat kishin shikuar këndin e lojrave dhe kishin folur me njëra tjetrën me atë gëzim spontan të komunitetit. Kisha qëndruar me njanë, jo në qendër të ceremonisë, ishte vendi i tyre, jo imi. Kisha ndërtuar hapësirën, por ajo u përkiste atyre. Ky kishte qenë gjithmonë kuptimi i projektit. Dritani kishte ardhur me gruan e tij, se edhe ai kishte gjetur dikë ndërkohë, dhe kishin sjell byrekun tradicional të familjes si kontribut për ditën e hapjes. Kishim përqafuar si dy njerëz që kanë kaluar shumë vite dhe shumë gjëra bashk. Vlora kishte fotografuar, jo për rrjete sociale, por për memorie personale. Kur kishim dalë në fund të ditës, raskapitur dhe lumtur me atë lodhje të bukur që vjem nga puna e vërtet, ajo kishte hapur fotografit dhe kishte treguar njëra pas tjetrës. Fëmijë duke vrapuar, të moshuar duke biseduar, grupe të vogla rreth tryezave të bibliotekës, dhe njëra fotografi, unë duke shikuar nga dritarja e qendrës drejt lagjes, me shpinë nga kamera, me dritën e vonë të pasdites mbi supet e mia. Kjo është fotografia e ëndrrës sate, kishte thënë Vlora. Kisha shikuar atë fotografi dhe kisha kuptuar se ajo kishte të drejtë, por jo në mënyrë romantike. Kisha kuptuar se ëndra nuk kishte qenë ndërtesa. Ëndra kishte qenë ai njeriu në fotografi, njeriu që kishte dalë nga rënuat, kishte mbledhur copat dhe kishte bërë diçka real me to. Atë natë, duke ngrënë darkë të dy vetëm, kisha thënë Vlorës diçka që kisha mbajtur brenda prej kohësh, se e doja, me atë fjalën të thjeshtë dhe të rëndë njëkohësisht, me gjithë Kuptimin e saj të vërtet, jo dashurinë e re dhe marrëzisë, por dashurinë e njeriu të rritur që zgjedh me sy hapur. Ajo kishte parë dhe kishte thënë, unë e di, edhe unë. Kaq, pa dram, pa lot, pa deklarata, vetëm fjalët e duhura në momentin e duhur. Por historia nuk mbaron me lumturinë time, sepse jeta nuk është film ku gjërat mbarojnë kur ti je mirë. Jeta vazhdon dhe vazhdimi solli diçka tjetër. Arjaniti kishte ardhur, jo me letër këtë herë, fizikisht kishte ardhur. Kishte qëndruar para zyrës sime një mëngjes dhe kur kisha dalë, e kisha parë. Kishte dukur i ndryshëm, i holluar me syt më të thellë, me atë pamje të njerëzve që kanë kaluar gjëra të vështira dhe nuk i fshehin dot mirë. Kisha qëndruar, i kishim parë njëri tjetrin dhe kisha pritur. Ai kishte thënë emrin tim. Thjesht jetë mirë. Me atë ton ku vendosej gjithçka pa shtuar asgjë tjetër. Kisha thënë, çfarë do? Ai kishte thënë se nuk donte asgjë, nuk kishte ardhur me kërkesë, nuk kishte ardhur me justifikim, kishte ardhur thjesht të shikonte, të shihte nëse isha mirë. Kishte dëgjuar për projektin, për qendrën dhe kishte dashur ta shihte me sytë e tij. Kisha qëndruar hesht për disa sekonda. Pastaj kisha thënë, qendra është atje, dhe kisha treguar drejtimin. Nuk e kisha shoqëruar, nuk e kisha ftuar, por nuk e kisha larguar. Kisha lënë atë të vendoste, dhe ai kishte ecur drejt qendrës, vetëm me apat e atij njeriu që ka diçka të mbaruar brenda. Unë kisha hyrë në zyrë dhe kisha vazhduar ditën. Dritani e kishte dëgjuar pastaj dhe kishte pyetur çfarë mendoja të bëja me Arjanitin. Kisha thënë se nuk dija nëse kishte diçka për të bërë. Ai kishte thënë, ka dy lloj njerëzish që gabojnë, ata që gabojnë nga ligësia dhe ata që gabojnë nga dobësia. Ndryshimi ka rëndësi. Kisha thënë se nuk isha i sigurt në cilin kategori binte Arjaniti. Dritani kishte thënë se ndoshta vetë ai nuk ishte i sigurt. Pyetja kishte mbetur e hapur, dhe herë pyetjet e hapura janë më ndershme se forcat e mbyllura. 2 javë pas asaj vizite, kisha marrë një telefonat nga Arjaniti. Kisha pritur pak para se të merja, jo nga dram, por sepse kisha dashur të isha i sigurt se doja vërtet ta dëgjoja. Kisha marrë. Ai kishte folur gjatë. Në fakt, kjo kishte qenë biseda më e gjatë dhe ndoshta më e sinqertë midis dy njerëzve që dikur ishin quajtur vëllezër. Kishte treguar gjithçka, nga fillimi i vërtet, jo versioni i letrës, por versioni i plot me gjithë turpin dhe dobësinë e tij. Si kishte filluar, një mbrëmje kur kishte mbetur vetëm me Leonën kur unë kisha pasur udhtim pune, si ata dy kishin filluar të flisnin thellë, si gjërat kishin rrëshqitur ngadalë me atë logjikën e tmerrshme të vetëm kësaj rave, nuk do ndodh sërish. Si çdo herë kishin thënë kjo ishte hera e fundit dhe kurrë nuk kishte qenë. Kishte thënë se e kishte dashur Leonën, por kisha kuptuar nga toni i tij se ajo dashuri kishte qenë ajo lloj ndjenje e nxituar dhe i gjallëruar nga ndalimi, nga sekreti, nga adrenalina e rrezikut. Jo dashuri e vërtet.
Eksitimi i rrem i veshur me petkun e dashurisë. Sepse kur kishin qenë bashk lirisht, pa fshehje, pa ndalim, gjithçka kishte qenë e zakonshme, dhe e zakonshme nuk kishte qenë e mjaftueshme, dhe kështu kishin nisur problemet e tyre. Kishte thënë se keqardhja e madhe e jetës së tij nuk ishte humbja e Leonës, por humbja e miqësisë son. Kishte thënë se kishte kuptuar shumë vonë se nuk kishte pasur kur asgjë aq të vlefshme me Leonën sa çfarë kishte pasur me mua. Kisha dëgjuar gjithçka pa ndërprer. Pastaj kisha thënë diçka që ndoshta nuk e priste. Arianit, unë nuk të urrej, por miqësia jon vdiqja të natë që hapa derën. Nuk mund të ringjallet, sepse ajo ishte e ndërtuar mbi besimin, dhe besimi i thyer nuk mund të jetë një lloj. Mund të ndërtojmë diçka tjetër, nëse një herë, por nuk mund të kthehemi. Ai kishte qenë hesht, pastaj kishte thënë, e kuptoj, dhe kishte qenë sinqert. Kisha mbyllur telefonin dhe kisha ndier diçka shumë të çuditshme. Lehtësi, jo lumturi, jo triumf, thjesht lehtësi, sikur bartesh diçka shumë kohë dhe e vendos poshtë dhe trupi kujtohet si ishte pa atë peshë. Muajt pas asaj bisede i kisha kaluar duke investuar plotësisht në atë jetë të re që po ndërtoja. Qendra komunitare kishte marrë vëmendje, kishte ardhur media, kishte ardhur interes nga bashkitë të tjera, kishte ardhur propozim për t'i replikuar modelin në zona të tjera. Kisha bashkëpunuar me Vlorën, profesional dhe personal, dhe kjo bashkëpunimi dyfisht kishte qenë njëra nga bekimet e papritura të jetës. Kisha mësuar diçka rreth vetes gjatë gjithë kësaj periudhe, se dhimbja e vërtet nuk të shkatëron nëse ke mundësinë ta kthesh në diçka, jo me magjinë romantike, por me punën e vërtet, me vendimin e ndërgjegjshëm, me hapjen ndaj gjërave të reja. Kisha pasur fat me Vlorën, me Dritanin, me nënën, por fati nuk bën gjithçka vet. Edhe ti duhet të hapesh dorën kur fati të ofron diçka. Kishte edhe gëzim i vogël, gjëra që dikur nuk i vlerësoja mjaftueshëm. Kafja e mëngjesit para se të fillonte dita, shëtitjet me Vlorën nëpër qytet kur kishim ditë të lira, librat e rinj, vizitat te nëna ku Byrek gjithmonë kishte erën e fëmijërisë, darkët me Dritanin dhe gruan e tij ku qeshnim sa të lotonte syt për gjëra budallace. Jeta e vogël, jeta e zakonshme, ajo çfarë dikur kisha quajtur normalitet mërzitës, tani e shihja si thelbi lumturisë, sepse normaliteti i mirë, i ndërtuar mbi besim, kujdes dhe respekt, është luksi që jo të gjithë e kanë. Unë e kisha humbur një herë dhe kisha mësuar ta vlerësoja sa duhej. Ishte mbrëmja kur propozova Vlorës, jo me surprizë kinematografike, jo me dekorime elaborate. Kisha mnazën në xhep për disa javë duke pritur momentin e duhur dhe Pastaj kisha kuptuar se momenti i duhur nuk do vinte me muzikë dhe ndriçim dramatik, por do vinte thjesht. Ishim duke ecur mbrëmjen vonë, pas një dite të gjatë pune, me qytetin duke qetësohej rreth nesh. Kisha ndalur dhe ajo kishte ndalur me mua, me atë ndjeshmëritë saj ndaj ndryshimeve të ritmit. Kisha nxjerr kutin, kisha shikuar sytë e saj, kisha thënë, di çfarë ka kaluar secili nga ne. Di çfarë do të thotë të gabosh, të dhëmbesh, të ndjesh që gjithçka ka rënë, por di edhe çfarë do të thotë të rindërtosh. Unë dua të ndërtoj me ty, jo sepse je perfekte apo unë jam perfekt, por sepse kur jam me ty, ndihem si njeriu i plot që dua të jam. Do bëhesh gruaja ime? Ajo kishte parë unazën, pastaj kishte parë mua dhe kishte pasur atë sekond të gjatë kur njeriu merr frym thellë përpara diçkaje të rëndësishme. Pastaj kishte thënë po, jo me krisma e lot, por me atë qetësi të vërtet të dikujt që ka vendosur me zemër dhe me mendje njëkohësisht. Kisha vënë unazën në gishtin e saj. Kishim qëndruar aty në rrugën e qytetës me dritën e llambave mbi ne dhe kisha ndjer diçka që nuk e kisha ndjer prej shumë kohësh, plotësi. Jo ajo plotësi e rreme e para, jo ajo plotësi e ndërtuar mbi ignorancë dhe besim të verbër, por plotësi e ndërtuar me sy hapur, me njohje të vërtet, me zgjedhje të ndërgjegjshme. Martesa jon ishte e thjesht, ashtu siç kishim vendosur të dy, jo shumë njerëz, jo ceremonie komplikuar, familjet e ngushta, miqtë e ngushtë, atmosferë ngrohtë. Dritani kishte qenë kumbar, kishte pranuar me atë tonin e tij, natyrshëm, gjithmonë unë mbaj barën. Nëna kishte qarë, jo me dhimbje, por me atë lloj lotësh të nënave kur shohin fëmijën e tyre të lumtur, me atë lumturi që vjen pas provave. Kisha përqafuar dhe kisha ndjer aromën e saj familjare, aromën e shtëpisë, të sigurisë, të asaj dashurie pa kusht. Babai im kishte rënë dorë mbi supe me atë gjest karakteristik të tij. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste kishte peshë. Kishte thënë, jam krenar. 3 fjalë, mjaftonin. Vlora, gruaja ime, kishte qeshur gjatë gjithë ditës me atë qeshje të vrashtë dhe të bukur të saj, dhe unë e kisha shikuar pa u lodhur, duke menduar se sa ndryshe ishte kjo nga çdo ceremoni tjetër. Jo sepse ishte e dytë, por sepse kisha qenë i pranishëm vërtet, çdo moment, çdo fjalë, çdo gjest.
Jo me kokën gjethiu, jo me trishtimin në ndërgjegjësëm të dikujt që nuk di ku ka arritur, por plotësisht prezent, plotësisht i vetëdijshëm, plotësisht i gëzuar. Kjo ishte ndryshe. Vitet pas martesës janë duke u bërë historinë e jetës sime të vërtet, jo historinë dramatike të tradhtisë, jo historinë tronditëse të shembjes, por historinë e vërtet, ajo e zakonshme dhe e bukur njëkohësisht. Qendra komunitare ka shërbyer mira njerëz, kemi shtuar programe, kurse profesionale për të rinjt, aktivitete për të moshuarit, hapësirë loje të lirë. Kam parë fëmijë që i kishin rritur aty të filluan shkollën, adoleshentë që i kishin gjetur aty miqtë e parë serioz, të moshuar që kishin gjetur aty bashkëbiseduesit e fundit viteve. Çdo histori e tillë është konfirmimi i asaj çfarë beson kur vendos të ndërtosh. Firma ka vazhduar të rritet, por jo si qëllimi vetëm. E shikoj punën ndryshe tani, si mjet për të bërë diçka, jo si fund në vetvete. Ka ndryshim enorm midis punës si obsesion dhe punës si shprehje. E dyta të lë kohë dhe energji edhe për gjithçka tjetër. Me Vlorën kam ndërtuar shtëpinë tonë, jo vetëm ndërtesën fizike, për shtëpinë emocionale të dy njerëzve që dinë të komunikojnë, të debatojnë, të pajtohen, të qeshin bashkë dhe të jenë hesht bashkë kur situata e kërkon. Ka momente të vështira, sepse çdo martesë ka, dhe çdo çift i vërtet di se lumturia nuk është mungesë problemesh, por aftësia për t'i zgjidhur bashkë. Ka diçka tjetër gjithashtu, diçka që e mbaj të fundit, jo sepse është e pabesueshme, por sepse ka rëndësi të veçantë. Vlora mbeti shtatzën. Unë mësova atë mëngjes kur ajo hyri në kuzhinë me testin në dorë dhe me atë fytyrë, nuk kishte fjalë për atë fytyrë. Është nga ato fytyra që kujtojnë gjithë jetën. Kisha mbetur pa fjalë, jo nga befasia e keqe, por nga ajo tronditje e pastër e gëzimit të madh kur trupi nuk di si ta procesoj shpejt. Kisha marrë testin nga duart e saj, e kisha shikuar. Kisha shikuar atë dhe pastaj kisha bërë diçka spontane. Kisha ngritur Vlorën në krah. Ajo kisha bërtitur, "Jet mirë, ç'bën?" dhe kisha rrotulluar për disa sekonda si njeriu që nuk di çfarë tjetër të bëjë me gëzimin e tepërt. Ata 9 muaj kishin qenë udhëtimi i tij. Kisha parë si Vlora ndryshonte ngadalë. Kisha parë si trupi i saj ndërtonte jetën e re. Kisha qenë pranë çdo vizite, çdo shqetësimi të vogël, çdo mëngjesi kur nuk ndihej mirë. Kisha mësuar atëherë se dashuria nuk është vetëm momentet e mëdha. Është edhe qëndrimi pranë kur dikush ka nevojë, edhe kur nuk di çfarë të bësh. Vetëm të jesh atje. Kur lindi, kur e pash për herë të parë atë fytyrë të vogël, atë krijesë e re dhe perfekte, kishte qenë njëri nga ato momente kur jeta ka kuptim absolut, jo relativ, jo krahasues. Absolut. Kisha mbajtur djalin tim të vogël, e ndritin, siç e kishin vendosur, dhe kisha ndjerë se e gjithë historia, e gjithë dhimbja, e gjithë rruga kishte çuar drejt kësaj, jo si kompensim. Dhimbja e kaluar nuk kompensohet, por si vazhdim. Gjërat e vështira të kaluarës kishin formuar atë jetë mirë që mbante tani e ndriti në krah, dhe pa të formim nuk do kisha qenë ky njeri. Duhet ja tregoj çfarë mësova, jo si mësime abstrakte e filozofike, por si gjëra konkrete, të prekshme, të jetësuara. Mësova se tradhtia nuk është mbarimi i historisë sate. Është mbarimi i një kapitulli. Mund të jetë kapitulli më i dhimbshëm, por nuk është fundi i librit. Mësova se dhimbja e vërtet nuk e dobëson njeriu nëse ai zgjedh ta ndej plotësisht në vend të ta shmang. Dhimbja e ndejur kalon, jo plotësisht, jo pa lënë gjurmë, por kalon. Dhimbja e shmangur rri dhe kthehet herher. Mësova ndryshimin midis besimit dhe naivitetit. Besimi i mirë është i informuar, e njeh personin, i ka vënë re karakterin, ka arsye reale. Naiviteti mbyllet sy nga frika e asaj çka mund të shoh. Kisha qenë naiv me Leonën dhe Arianitin. Kisha pasur shenja dhe i kisha injoruar. Kjo nuk ishte dobësi sentimentale. Ishte zgjedhje në ndërgjegjshme. Tani zgjedh të shoh, edhe kur ajo çfarë shoh nuk është e rehatshme. Mësova se miqësia e vërtetë është rrallë dhe e çmuar, dhe kur e gjen, siç e gjeta me Dritanin, duhet trajtuar me kujdes. Njerëzit që qëndrojnë kur gjërat janë të vështira janë thesare, jo të mirëqëna. Mësova se falja nuk është detyrë, por as urrëtia aktive nuk të ndihmon. Ka rrugë të tretë, lënia e gjërave të jenë ato çfarë janë, pa i mbartur, pa i celebruar. Mësova se puna me kuptim ka cilësi tjetër nga puna për interes vetëm, dhe kjo cilësi e ndryshon çdo ditë të jetës. Dhe mësova, ndoshta mbi gjithë, se jeta nuk ka skript. Ti ndërtoj planet, dhe pastaj diçka ndodh, dhe planet shemben, dhe duhet të rifillosh, por rifillimi nuk është dështim. Rifillimi është çka njerëzit e fortë bëjnë pas çdo shembje. E di se ju pyesni, çfarë ndodhi me Leonën? E kam mësuar nga Blerta herë pa kërkuar. Ajo u vendos në qytet tjetër, filloi punë të re, u bë e pavarur me mënyrën e saj. Nuk u martua sërish, të paktën jo sa dia. Kishte rrethimin e saj të ri, jetën e saj të re. Nuk e urrej, nuk e dua.
ka zonën e saj të botës dhe unë kam timen, dhe ato dy zona nuk preken. Kur mendoj për të, dhe mendoj rrallë, mendoj si dikush nga e kaluara e largët, si ato njerëz me të cilët ndar pjesë të jetës sende, pastaj rrugët ndahen. Ka melankoli aty, por jo dhimbje. Dikur kisha menduar se do ta urresha gjithë jetën. Pastaj kisha menduar se do ta harronja, por e vërteta është mes. Nuk e urrej, nuk e harroj. Thjesht e lë të jetë pjesë e historisë time, pa e lejuar ta zotroj tregimin. Leona ka mësimet e veta të nxjerra ose jo nxjerra. Kjo nuk është puna ime. Puna ime është historia ime. Doja t'ju tregoj edhe diçka të fundit. Diçka nga kjo javë, sepse historia nuk është e kaluar, është e tashme. E ndriti ka filluar të eci. Hapat e parë janë nga ato momente kur i gjithë universi ngec për disa sekonda dhe ti je vetëm ti dhe ai momenti vogël i madh. Kishte ecur nga duart e Vlorës drejt meje. Hapat pasigurt, me ato lëkundje të fëmijëve të vegjël, me atë koncentrim serioz që kanë kur po bëjnë diçka të madhe për herë të parë. Kisha ulur në gjunjë, me duart hapura dhe ai kishte ardhur. Kishte arritur dhe kishte rënë mbi supet e mia. Kishte qeshur me atë gëzim të pastër dhe kisha shtypur fytyrën e tij të vogël mbi kraharorin tim. Vlora kishte qenë e ulur pranë, duke qeshur me lot. Nëna kishte ardhur atë pasdite, siç vinte çdo të premte, dhe kishte parë edhe ajo hapat e parë, dhe kishte qarë me atë qetësi të melankolitshme të nënave që shikojnë brezi pas brezi. Kisha menduar atë çast, me ndritin ende mbi supe dhe Vlorën duke qeshur dhe nënën duke buzëqeshur me sytë e lagur. Nëse Leona nuk kishte ikur, nëse Arianiti nuk kishte tradhëtuar, nuk do kisha qenë atje. Jo atë jetë mirë, jo me atë jetë, jo me atë njeri të ndërtuar nga prova. Nuk e them si mirënjohje ndaj tradhtisë. Tradhtia nuk është e falshme, por jeta ka rrugët e veta të çuditshme dhe ndonjëherë thyerja e asaj çfarë ke e rreme hap rrugën drejt asaj çfarë është e vërtetë. Nuk do kisha zgjedhur atë dhimbje, por nuk do ndryshoja atë se ku çoj. Nëse keni arritur deri këtu, di se historia keni ndjera si tuaja disi, sepse dhimbja e tradhtisë nuk ka fytyrë specifike, ka forma të shumta dhe secili e njeh nga këndi i vet. Nuk ju them se gjithçka do të jetë mirë, kjo është thënie boshe. Ju them diçka tjetër. Pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur apo çfarë mund t'ju ndodh, zgjedhja e asaj çfarë bëni me dhimbjen mbetet e juaja. Mund ta mbani, mund ta shndërroni, mund ta lini të kaloj duke hapur dorën. Unë zgjoda të ndërtoja. Nuk e dija se kisha bërë atë zgjedhje derisa nuk e pash rezultatin, por duke parë prapa, e shoh momentin. Ai moment mbrëmje kur u ula me boshllëkun dhe vendosa të merrja lapsin dhe të bëja vizatimin e parë të projektit tim. Ai moment i vogël, i parëndësishëm sipas pamjes, kishte qenë fillimi i gjithçkaje. Jeta nuk pret të bëheni gati. Ju jep rënoja dhe ju thot: ndërtoje ose qëndro aty. Unë ndërtova, dhe çdo gur i atij ndërtimi ka marrë formën e vet jo pavarësisht dhimbjes, por bashkë me të. Kjo është historia ime. Kjo është historia e Jetmirit, djali që iku kur nusja i la, dhe u kthye kur bota e tij kishte rënë dhe ngriti diçka që nuk e kishin pritur asaj vet. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Nëse kjo histori ju preku në ndonjë mënyrë, shkruani në komente. Historia juaj, mendimi juaj, ose thjesht një fjalë. Çdo koment ka vlerën e tij, dhe nëse e ndani me dikë që ka nevojë ta dëgjojë, do të thotë shumë.